Përshëndetje nga Bletari VD. Atëherë sot desha t'ju tregoja pak, t'ju flisja për këtë koloninë këtu. Kjo është nga një nga kolonitë e veçanta që unë e cilësoj si mbretëresh shumë të mirë dhe mbretëresh anti-varroa. Te kjo kolonia këtu kam 2-3 vite që e vëzhgoj rresht. Ky është viti i tretë fiks që po e vëzhgoja intësisht të mbretëreshën. Kjo më bëri dallim nga të gjitha të tjerat, siç ju kam thënë unë gjithmonë mbaj librin e shënimeve, edhe çdo trajnim, çdo produkt që unë vendos tek bletët e mbaj shënim, ose çdo metodë, çdo mënyrë që unë i bëj e mbaj shënim dhe e di se çka kam bë. Edhe siç po ju thoja, kjo është një nga mbretëreshat anti-varroa. 3 vite rresht kam që e kuroj për varroa. Siç ju kam thënë, unë nuk përdor asnjë produkt tjetër përveç se acidoksalik si mespërkati ose si shirita që mund të marr. Edhe te kjo kolonia këtu, siç shihet disa grenca të vogla po bëhen të bezdishme, pas ka akoma disa nuk pas kanë mbaruar të gjitha. Edhe siç ju thash, çdo trajtim që unë bëja te kjo kolonia, veja re që nuk binin varroa. Nësa të tjerat mund binin nga 20-30 varroa, pasi i bëja vjeljen, i bëja mespërkatje. Te kjo kolonia këtu vija re që nuk binte varroa, binin 3 varroa, 4, 5. Edhe kjo më bëri përshtypje se edhe çdo trajnim që mund t'i bëj, se unë trajnime nuk është si i bëj gjatë gjithë vitit vendos shirita apo i bëj spërkatje, unë i bëj 3 herë. Pothuajse gjatë gjithë vitit për varroa. Një herë i bëj pas vjeljes, një herë do i bëj tani në 10 orë, edhe një herë prap nga para se të vendos katët e dyta që i bie nga fillimi i marsit. Sa atëherë unë vazhdoj dhe i vendos katët e dyta, pastaj pas vjeljes prap. Ndërsa ndonjë shirit mund ta vendos që thjesht të shoh se si është varroa, sa varroa mund të bjerë ose ta shoh pak a shumë se si do eci gjendja. Edhe te kjo kolonia këtu vija re që nuk shija varroa fare. Tek të tjerat binin varroa, te kjo nuk binte fare varroa. Edhe u bën, ky është viti i tretë fiks që unë po e vëzhgoj përsëri, dhe nga kjo kolonia këtë vit mora edhe 3 mbretëresha tjera, bëra edhe ndarje dhe mora 3 mbretëresha tjera. E njëjta situatë si te kjo kolonia këtu, edhe te 3 koloni tjera nuk bjen fare varroa. Kështu që kjo ishte shumë e bukur. Nëse i vëzhgoni blet me kujdes, besoj se mund të keni edhe ju që keni blet, sepse disa i kanë poshtë, i kanë me komplet dërraz dhe nuk e shohin se sa varroa bie, ndërsa këto janë kosheret që unë i bëj vetë dhe janë gjitha anti-varroa. Dhe si shihet, kjo është dhe 4 cm trash, që këtë video nga kam treguar edhe vitet e kaluara, jo vetëm këtë vit, këtë koloninë. Ja tek është dhe mbretëresha është këtu në mes. Letët po e mbulojnë. Kjo është me pjellje komplet. Kjo pjesa këtu, mbretëreshën e kanë mbuluar, nuk e di sa mund të arrin ta shihni. E njëjta është edhe te kjo këtu, është me pjellje komplet kjo pjesa. Kështu që nuk po ju them se çfarë race është, edhe se pastaj do thoni jo po ma shit se kam dhunë kështu race edhe nuk është se nuk ka varroa. Po ju them se është kjo racë dhe kjo racë nuk bën varroa, sepse këtë racë kam edhe kolonitë e tjera, por jo si kjo. Kështu që nëse i vëzhgoni me kujdes bletët, çdo trajnim që bëni, edhe mbani shënime, shikoni çfarë varroa bie, sa nuk bie, edhe atëherë do mund të edhe ju ta shikoni se mund të keni koloni të tilla në park. Dhe disa më kanë shkruar që kanë të tillë si kjo, që më thonë pas çdo trajnimi unë e kam parë, po shoh fare varroa që të bie te kjo kolonia, si ka mundësi, nuk ndikon produkti, ose nuk ndikon ilaçi që unë i kam marrë. Ndërsa tek kolonitë e tjera bien shumë. Kjo do të thotë që mbretëresha është e tillë, që kjo lloj blete nuk e kap shumë varroa. Vetëm kur ta vazhdoni, kur të mbani shënime, atëherë do kuptoni se po a them të vërtet këtë që po a them. Kjo këtu është me pjellje. Edhe krau tjetër është me pjellje. Kjo me pjellje është pak më mbrapa se të tjerat, nuk ka bërë aq shumë pjellje në këtë sezon, që jemi në tetor. Sot do jemi me 12 tetor, mos gaboj. Me 13 tetor jemi, sa është ditë e diel.
me këto datat nga bëni halal se s'është si mbaj fiks. Kështu që si shikohet ushqim ka mjaftueshëm, kjo korniza duhet zvendësuar, duhet lëviz pak më këtej, se është e bardhë dhe nuk e preferon shumë bleta, si shihet nuk ka vendos shumë ushqim aty. Sa kjo tjetra çështje e zezë, si shihet ka ushqim mjaftueshëm. Ja dhe korniza e fundit. Si shihet ka të dy anë, është mirë me ushqim. Është edhe blet shumë e mirë që mbledh goxha mjalë, por ajo që është më e mira te kjo është se kjo nuk përmban varroa. Prandaj e kam cilësu si mbretëresha anti-varroa dhe kështu do e keni edhe titullin në YouTube, mbretëresha anti-varroa. Edhe vitin tjetër kismet që do vije, do bëj përsëri ndarje nga kjo. Mbase kjo nuk është më e mira nga mbretëreshat që bën shumë pjellje, bën koloni shumë të fortë. Kjo bën koloni, por jo nga ato si bukfas që mund të them që bën shumë pjellje se kjo, bën koloni shumë të forta, edhe kjo bën koloni goxha të forta, goxha të mira. Por e mira te kjo është sepse kjo nuk përmban smundje dhe është, siç u thash, pothuajse anti-varroa, nuk gjen varroa fare te kjo. Dhe si shihet me ushqime ka plot. Kjo ka vetëm 4 korniza me pjellje, dhe jo aq shumë pjellje sa të tjerat i ka gjitha me ushqim. Është mirë. Është shumë mirë. Kësaj nuk i kam vendos polisterol fare. Thjesht i kam vendos nga mbulesa. Të mbulesat nuk i blej, va kam thënë dhe në video tjera dhe në live, do thjesht i pres vetë që gjejnë për shtëpi edhe va vendos. Te kaloni mirë dhe shihemi në një video tjetër dhe shpresoj që edhe ju të mbani shënime tek blet, tek cilat bjen shumë varroa, tek cilat bjen më pak. Edhe pastaj ta shikoni se është e vërtet jo që po ju them apo jo. Edhe nga këto është mirë që të bëjmë ndarje dhe të mbajmë, sepse janë edhe nuk kanë smundje, por edhe kundër anti-varroa, si ta them ndryshe. Kështu që nëse keni ndonjë pyetje ose ndonjë koment, mund ta bëni ose këtu dhe mund më shkruani ose në Instagram ose në Facebook, Letari VD, nëse doni që të flasim për diçka ose nëse mund jam t'ju ndihmoj për diçka. Te kaloni mirë.